Fillimisht çdo pacient duhet të di që deri parë ose portë hyrëse në një institucion shëndetësor duhet të jetë sistemi primar. Çdo konsult, qoftë konsult rutinë, domethënë qoftë për përshkrim, qoftë për simptomat fillestare të një sëmundje ose udhëzime se ku duhet të shkoj, atëherë duhet të jetë sistemi primar. Kjo mandej ndikon mund të themi direkt në atë se pacientët nuk mund të marrin në disa raste edhe shërbimin që ata kërkojnë, meqense se nuk dinë se ku të orientohen ose edhe orientohen gabimisht. Mjeku familjar duhet të udhëzoj, duhet të ngritet roli i mjekut familjar, edhe të udhëzoj pacientin në bazë të simptomave dhe nevojave në sistemin sekondar ose terciar në bazë të nevojave që pacienti ka. Ne hasim sot që direkt pacientët shkojnë në emergjencë ose në urgjenca, duhet të dimë dallimin që sistemi i terciar është sistem më i avancuar i trajtimit.